Mirë mbrëma, në video sotme do të flasim për hititët, lidianët, lisianët, etruskët dhe shqiptarët. Përse ky studim? Ky studim ka një rëndësi të veçantë sepse kam vërej që midis hititëve dhe shqiptarëve ka ngjashmëri. Ka ngjashmëri në simbolik, pra hititët kanë si simbol të tyre shqiponjën, pra rreth 3800 vjet deri në 3200 vjet që civilizimi ose perandoria hitite. Kanë simbol të tyre gjarprin që hasim tek varrezat ilire të gjetur në veri të Shqipërisë. Hasim gjithashtu ngjashmëri kemi tek hititët dhe tek shqiptarët, tek etruskët, tek grekët, tek rumunët, pra kemi ngjashmëri gjenetike dhe këto na çojnë të thellojmë studimin tek ngjashmëria gjuhësore dhe analiza krahasuese ose gjuhësia krahasuar pra na ndihmon për të parë dhe për të krahasuar fjalët. Dhe do ta filloj pa humbur kohë, së pari me fjalën pija, pra pi, buar, shfëngjisht, pra pi, shqip dhe pija në gjuhën hitite. Kemi tati, tata, ata në gjuhën hitite dhe e njëjta gjë si në shqip, pra. Kemi ana, i thuhet për nënën në gjuhën hitite dhe tek neve kemi ane, për shumë zonë në Gjirokastrës. Dhe kanë dhe turqi sot, duket që është marrë nga neve. Kanë fjalën për shembull nesha, për shembull nesër. Ne kemi fjalën pa, tek hititët kemi fjalën pa. Ne kemi fjalën eja, tek hititët kemi fjalën e. Ne kemi fjalën mua, me, tek hititët. Ne kemi fjalën kroj, akru, tek hititët. Ne kemi fjalën sa, ka fjalën dhe hititët sa, pra sasia, pyetja sa. Ne kemi fjalën dha, hititët kanë fjalën dha për dhën. Ne kemi fjalën tani, hititët kanë fjalën tani për kohën. Ne kemi fjalën çun, hititët kanë fjalën tun ose çun. Ne kemi fjalën lesh, lulahi kanë hititët. Ne kemi fjalën thurr, hititët kanë turi. Ne kemi fjalën shurra, shurr e kanë hititët. Ne kemi fjalën larg, laha hititët. Ne kemi fjalën ereja, neua është në gjuhën hitite. Ne kemi fjalë pran, peran në gjuhën hitite. Ne kemi kanë hititët thënë natës si thonë kuanxi, ose më sakt ku është nxirr ose nata. Dhe duket që është lidhje shqip. Ne kemi fjalën lëshoj, lah ose la në hitit. Ne kemi fjalën shtëpie, para është në hitit, pra kur e çon para ose shtëpie. Ne kemi fjalën lug, lu në hitit. Ne kemi tas, tasi në gjuhën hitite. Ne kemi ziej, zan në gjuhën hitike ose zan gatuaj. Kur ose gur i thon malit në gjuhën hitite dhe pra ka ngjashmëri. Ne kemi porta, parta në gjuhën hitite. Ne kemi numrin 5, 5 në gjuhën hitite. Mahura ose mjekra në shqip. Zemra ose kërd ose kardiam me fjalë në greqisht. Ne kemi fjalën udhë, hudha në gjuhën hitite. Ne kemi për, par në hitit. Ne kemi ti në hitit, un, uk, dy, da. Ne kemi tri në hitit. Pra ne kemi nëna, nana në hitit, ose edhe në sanskrit po. Ne kemi baba, baba dhe hititët. Ne kemi lind, la, pra me la në hitit. Shtu. Tani gjuha e hitite do ta shohim të lidhur edhe me gjuhë të tjera që janë në gjuhën në Azinë e vogël, pra kemi të bëjmë edhe me gjuhën lidiane. Pse me lidianët? Sepse te lidianët shohim sa emra Dardan, Agron,
sardi, ardi, siç hasi më tek hititët emrin Aleksandër, dhe do shohim fjalë lidiane të njëjta me fjalën shqip. Fjala për shembull kil në gjuhën lidiane ose kila, pra është buka që gatuajnë nënat tona. Dhan në gjuhën hitite ose dhan në shqip. Dorë në hitit, në lidian, dera në shqip. Cen ose qen në hitit, qen në shqip. Bil në gjuhën lidiane ose bir në gjuhën shqipe, pra në zonën e Gjirokastrës ose në Çamëri, bil, bila, bija, dhe kemi vënë edhe tek emisioni që kanë bërë me tek ABC-ja me Keldemin, kam përmendur fjalën ligure, bil, bila, pra që hasim edhe tek Italia e Jugut, pra tek mesapët, pra fjala bil, bir, bija është e hapur, pra ka një shtrije shumë të gjerë dhe na tregon lidhjen me gjuhën shqipe. Kemi fjalën mor ose dorë, pra me dorë marrim. Kemi fjalën oft ose qoftë. Kemi fjalën zil në gjuhën lidiane ose zili. Kemi fjalën sar ose shara në gjuhën lidiane. Kemi fjalën kas, pra njeri që ka urrëtie me kas. E kemi dhe në shqip sot të pandryshuar. Kemi fjalën bish, edhe bisha në shqip e pandryshuar. Kemi fjalën fak ose flaka në shqip. Kemi fjalën sor ose sora në shqip ose e zez. Pra kemi ngjashmëri të pa diskutuara. Kemi fjalën ak te hititët dhe tek etruskët. Ak do thotë i vdekur, pra ak i ekuli, dhe në shqipe kemi i vdek, i ekuli, dhe në greqishte kemi nekros i ekuli, pra rënja ak, ek, i ikuli, pra që nga hititët, pra që 4000 vjet më parë dhe sot, dhe tek etruskët dhe shqipja ne shohim fjalë të pandryshuara. Do shohim fjalë tek gjuha tek silisianët, pra Silisia është zonë Turqinë perëndimore ose në Azinë e Vogël në pjesën perëndimore. Kemi fjalë për shembull si sot njësoj, lala që i thon babës në zonën e Shqipërisë mesme, vasha në gjuhën silisiane, vajza dhe vasha. Kemi fjalën ormis si në gjuhën lidiane dhe në shqip. Kemi fjalën arma, pra kemi edhe në shqip dhe në gjuhën silisiane, e kemi edhe tek etruskët. Pra këto lidhje gjuhësore na tregojnë edhe një herë për rëndësinë dhe shtëlin e gjerë që kanë pasur shqiptarët, dhe duhet ta shikojmë më me seriozitet dhe me një thellësi analize për të dalë në konkluzione. Dhe te pjesa e dytë do të vazhdoj me etruskët dhe lidhjen që kemi me etruskët.